pauza që do bësh. Deri më tash, çfarë bëhet? Fatkeqësisht, deri më tash, po, deri më tash nuk duhet të themi që s'kemi bërë asgjë, po duhet të themi që klasa politike ka prerë pemën ku ka hipur vet. E para, politikanët të gjithë. E para, politikanët nuk e duan klasën politike, se nuk kanë prodhuar politik. Pra ajo që nuk është bërë në Shqipëri, është që ne s'kemi prodhuar politik. Ne kemi prodhuar pushtetmbajtje, se nëse do prodhonim politik, neve sot nuk do të ishim në tranzicion të lodhur. Nuk është më i të zgjatur, po është i lodhur. Dhe ky tranzicioni i lodhur jep të gjithë impaket negativiste. Ne aktorët politik ose kuajt politik të racës i kemi ndruar në momentet e shkallëve tona më të vështira dhe i kemi shitur popullatës, që është shumë e mençur, që Nora vlen duke i dhënë një çmim që nuk e meriton Nora. Dhe pastaj kur Nora del në origjinë, atëherë themi nuk e kishim fajin ne, po e ka fajin Nora. Pra, faza e dytë e gabimit është që ti ke zgjedhur kuajt të cilët nuk të përfaqësojnë, sepse ti do që çdo kalp i fort beteje duhet që të ketë marrë atë që quhet luga jote e çorbës, që ti t'ja kujtosh sa herë për interesat e tua. Por këta kuaj e kanë zënë pistën. Kemi ne modele, kemi ne alternativë, përderisa këta e kanë zënë pistën. E treta, në të gjitha partitë politike, flasim për partitë e mëdha, nuk po flasim për partitë new entry që sapo kanë hyrë, leadershipët nuk lënë propagandojnë që kanë demokraci. Po mekanizmat i kanë të mbyllur, është një demokraci e mbyllur fundore, që në fakt nuk është demokraci, është autokraci në interesin tim. Kush janë besnikët, kush janë rreshtat boshtë, kush janë rishtarët, të cilët unë do t'i ndërtoj sipas modelit tim. Pra kemi 2 pigmalione apo 3 pigmalione që duar të ndërtojnë portretin sipas interesit të ditës për pushtet. Pra, baza kryesore është mos prodhimi i politikës, mos ndërtimi i ekonomisë, krijimi i artificave me inteligjencë artificiale dhe pastaj humbasim vlerën reale dhe shkojmë në situata të tilla që pushteti i 3 dhe i 4 që është gjyqësori dhe që është media dhe ata detyrimisht do kapen diku sepse kanë të pamundur të veprojnë të pavarur. Zonja Male, çfarë roli luan aktori huaj, faktori ndërkombëtar në vende si Shqipëria? Ne gjithmonë i kemi parë ambasadorët e huaj, kryesisht ata amerikanë, si arbitër. E tha ambasada amerikane, shpreu ambasada amerikane, nuk e shpreu ambasada amerikane. Çfarë interesi kanë të huajt për vende si Shqipëria? Me demokracisë si Shqipëria, apo thjesht u intereson stabilokracia, u intereson krijojnë atë marrëdhënien me pushtetin, me pushtetarët, me qeverinë? Si e shohin ata Shqipërinë? Dhe çfarë rëndësie kanë këto raporte në fundit? Ne kemi dëgjuar shumë analistë të zotë që kanë dhe eksperiencë, se unë nuk mund të them që jam më e mira, unë e shoh në qasjen time më shumë në rrafshin psikosocial dhe në atë çfarë ndodh sot në botë. Ne nuk jemi qenie e vetmuar në botë, ne jemi pjesë e asaj që quhet globalizëm. Dhe në globalizmin tonë duhet kemi një identitet. Ne jemi një vend strategjik shumë interesant për atë çfarë na ka ndërtuar Perëndia. Dhe jemi një popullat interesante se jemi ndoshta populli vetëm në botë që asnjëherë nuk kemi bërë invazion, por nuk kemi pushtuar njëri. Jemi njerëzit që nuk kemi pushtuar, s'kemi dashur të zgjerojmë kufit. Po dhe kufit kur na i kanë marrë dhe na i kanë coptuar, që në 1920 ke konferenca e ambasadorëve, ne i kemi ruajtur fort dhe kanë qenë disa shtete të mëdha që na kanë ndihmuar që dhe harta e Shqipërisë të bëhe kjo që ishte, në ruajtjen e interesave dhe të gjeopolitikës. Duhet kuptojmë që asgjë nuk ndodh për asgjë. Dhe në kaosin që sot e ka kapur botën, bota është kthyer nga bota reale në botë virtuale dhe ju po dëgjoni që njerëzit duan të shkojnë në hënë, pra kalojmë nga një planet në një qasje tjetër, do të thotë që njeriu kjo bota e madhe nuk i ri shumë mirë. Mirë, po deri tani ka gjetur vetëm këto formacione, që është formacioni politik dhe formacioni shtetëror. Futi një mekanizëm që ishte paraja dhe paraja krijoi jo iden, po e bëri të varësuar
nga ideja, dhe njerëzit sot nuk punojnë për idenë, po punojnë për paran, ndërkohë që sot duhet ishte që bota të orientohej që paraja të vinte ke ty që ke ide, jo ke ty që ke forcë, që e zgjidh shpejt, që përdor të gjithë mekanizmat jo ligjore, dhe që ndërton mekanizma që sot, për fatin ton të keq, dhe ligjet që nuk i kemi të këqija, sepse i kemi me asistencë ndërkombëtare, duhet të fusësh mik në shtet